Plus deputetët drejtgjin të bën gati për votimin e rodhës për zgjedhjen e qeverisë së Republikës Kosovës. Votojmë tash. Nderuar kolegë deputet, konstatoj se me 56 vota për, 52 vota kundër dhe 4 abstenime, kuvendi nuk e zgjodhi qeverinë e Republikës së Kosovës. Ju njoftoj të nderuar kolegë deputet se sipas nitit 95 paragrafit 4 të Kushtetutës, përgjegjësia tani kalon sërish te presidentja, e cila pas konsultimeve me subjektet politike dhe brenda një afati prej 10 ditësh, ka mundësinë të emërojë kandidatin tjetër për kryeministër sipas së njëjtës procedure.